Sali Berisha është një njeri që deri para disa muajsh, tani nuk e thot më, po deri pas zgjedhjeve të fundit 2025, dilte i thoshte, këta janë skapi i partisë dhe po erdhën do e shkri komplet. Dhe këta që janë qepur Ballukut e Ramës e kështu me radhë, ky merhumi tjetër, nga që do të shpëtoj lëkurën e vet, ky thotë do ta shkri fare spakun. Dhe unë besoj që këta do të tentojnë një lloj ujdie. Domethënë vetëm si thua protestat e forta të shoqërisë do ta detyronin Berishën mos ja jepte votat Ramës për të ndryshuar ligjet e reformës së drejtësisë. Po ta vësh re, sa kosh nxehur situata muajin e fundit, ka rënë edhe intensiteti i ujdis do dukjet pak të Ramës me Berishës. Berisha nuk po i çon më deputetët e Komisioni i Reformës Zgjedhore. Pra, e kishin nisur shumë bukur me njëri tjetrin për të ndryshuar ligjet kryesore të vendit, reformën drejtësie shumë çka tjetër, sepse që këto ndryshuan do shumicë kushtetuese, mirë po tani janë stepur sepse opinioni publik është shumë kërkues dhe nuk do ja toleronte askujt paktën në këto momente një cënim të kompetencave të institucioneve të pavarura të drejtësisë.